Është Kola me topin zotërim, por ja kanë marrë futbolistët e Tërbonit. Ishte Buqi, mori një goditje. Kamera ka pasuar. Top në zonën e Basanjas, ka dalë portieri. Ka goditur njëri nga futbolistët dhe ka shënuar. Ekipi i Tërbonit ka shënuar golin e parë. Ishte një aksion mjaft i bukur, i cili e shfrytëzoi mjaft bukur njëri nga futbolistët e Tërbonit, i cili me kohë ka goditur dhe ka shënuar golin e parë për ekipin e Tërbonit. Ishte një aksion mjaft i bukur. Ja dhe gol shënuesi i ekipit është numri 11 Buqi, i cili mjaft bukur me kohë ka arritur të shënoj golin e parë për ekipin e Tërbonit. Buqi, autori i golit, i cili ka marrë këtë goditje dënimi dhe pritet të shkelbohet topi, po nga Buqi. Ndërkohë që kanë metur dhe pak sekonda, topi në zonë, ka dalë portieri, dhe kemi një tjetër gol, por kësaj radhe është një autogol. Është një moment mjaft i bukur për Tërbonin, ishte një autogol. Nuk kishte rrugë tjetër, gjithsesi goditja ishte në portë, por njëri nga futbolistët e Basanjas e ka kaluar në rrjet, pra kemi një autogol. Ndërkohë që kryesori i takimit Mehmet Koqi ka sinjalizuar përfundimin e pjesës së parë të këtij takimi, një pjesë e parë mjaft e bukur për Tërbonin dhe si rezultat i kësaj loje të bukur ka arritur të shënojë 2 gola duke ushtruar presion vazhdimisht ndaj portës së Basanjas dhe kryeson pra në këtë pjesë me rezultatin 2-0. Pas pak minutash do të transmetojmë pjesën e dytë të këtij takimi.